Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një zonjë, një grua e cila kërkon të reagojë pasi ka dëgjuar ish bashortin e saj përpara disa javë këtu në live më odetën dhe ka qenë pikërisht 79 vjeçari Pali nga Përmeti, i cili rrëfeu historinë e tij, jetën e tij, ndarjen me bashorten, tradhtin bashkëshortore, historinë që kishte me të dashurën e tij në shtetin grek dhe që solli në jetë një fëmijë. E tregoj me detaje këtë histori. Për gjithë ata që nuk më kanë ndjekur në atë kohë kur Pali ishte me mua, dua t'i jap disa momente kur Pali ka rrëfyer këtu në live me odetën, por dhe reagimin e të dashurës së Palit. Pasi pas pak do t'jetë ish nuse e tij e cila kërkon sot japi një mesazh burrit, ish burrit që është divorcuar prej disa vitesh. Por ndjekim këtë klip dhe rikthehemi. Unë jam martuar në moshën 23 vjeç. Kemi kaluar shkëlqyer. Më kuptoj, bëm 3 fëmijë, ku filluam që të hapu Greqia. Atje duke parë shoqe, filloi shere. Atëherë u detyrova pastaj dhe ika, fillova të kisha lidhje me këtë tjetër. Po tani unë jam mashkull, nuk kam nevojë për një femër. Një në 2 ditë, një në 3 ditë dhe shakruan time, unë s'po vete të bredh për botën. E ika unë në shtëpi, pastaj detyrova unë ika në shtëpi edhe një 2 në Tiranë. Unë njohja me të vajzë, me ajo që në 2 fëmijëve, jetuam atje një 3-4 vjet bashkë, po e ditë e gruaja që unë e desha. Ai me burin tim e ka djalin e hallës, nuk ja tha vetes time Oteta, ta the me shpirt, pse hika unë me një të huaj. I thot të shoqes, ka marrë me gjithë nusën e flamurit. Çka ke bërë ti moj, tha, ku do ta sjellësh ti atë, tha. Edhe ajo nuk më priti mirë mua, që unë merr burin tim në telefon. Dëgjoj, tha, unë kam parë burin tim, tha, Pali me gruan tënde, tha, do po pufën, as po pufesh e as nuk po bën gjë. Me të drejtën e asaj, ajo unë jap të drejtë u bë xheloze. Se ky dëgjon me zemër. Ky nuk është se ka vajtur vetëm me mua, ka vajtur me kushëria, nusët e kushërirëve të vet. Nuk janë dashuruar asgjë për me Palin. Unë i ka për interesat e mia se do laja borxhi. Kur vajtëm aty pranë Shtatzane mua ky, e di si ka thënë dhe shoqja, se tregon ai këtë, që shoqja erdhi dhe djali i madh erdhi edhe më shqye derën dhe shmabris të më çanin barkun me kaçavin, nxirre ato fëmijë sot atë do të vrasim me gjithë kaçavin, më thoshte mua i djali vet i madhi. Fëmijën ta mbaj se e dua tash, me veten time, sa është fëmijë, s'ka faj fëmia. E dëgjuam të moshuar i cili tregoi historinë e dashurisë, tradhtin bashkëshortore, dëgjuam dhe të dashurën e tij, e cila reagoi dhe tregoi se ishte mashtruar nga Pali. Tashmë do të jetë një zonjë tjetër, gruaja e parë e Palit, e cila kërkon të reagojë dhe të japi një përgjigje. Ai do të jetë me imazh mbuluar, sigurisht këtë gjë e ka kërkuar si kriter këtu në live më odetën dhe unë respektoj vendimin e saj, por hap dritaren dhe e përshëndes me njerë zonjën për ta dëgjuar atë. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeti, me shëndet nga shtëpia? Mirë, besoj që je mërzitur kur e ke parë Palin. Që jam mërzit, me tensione, me çfarë të them, se i kemi ndenjur si i kemi ndenjur dhe ai na vuri një vulë të madhe motër. Unë jam me fëmijë të martuar, unë jam me krushqi moj motër, më vjen turp moj. A më kupton, jam grua me cipë, po ai nuk e di se çfarë njeriu pas ka qenë që mashtron dhe gënjen. Edhe ajo shoqja Vasilikë që të tha ty, ajo nuk të tha asgjë ty, se të tëra i di unë dhe i kam me kamera, i kam me video, i kam të tëra. Para se të vinte ta sillte atë në Greqi, ajo ka hedhur 2 aporte në Tiranë, duke e marr ai maskaraj me kamerë dhe duke futur në maternitet dhe duke folur. Unë i kam, unë nuk mund të bëj anë të derë, do një budallëk pa fakte, se unë kam ngrënë, kam pirë dhe isha nuse dhe unë e asaj shtëpie. Kupton? Dhe për mua që e rëndë që unë ta akuzonja kot. Dhe prandaja unë prita, ka pa faktet, gjithato, edhe urdhroja dërgova të shoqit, i thash, më vjen shumë keq për ty, i thash, hajde merr gruan, i thash, se ajo këtu, na shko kasetën, i thash. Kur pan kasetën ata lanë mendjen.
Prandaj ajo shoqja nuk të ka treguar të sinqeritese dhe ajo është treguar shumë. Ajo tha që është mashtrues është to, po faji kryesor është i asaj se ajo i hapi rrugën, ajo i dha shkak dhe ky maskara, nuk e them, po ama femra i hapi shkak rrugën as. Të ta them me sinqeritet se un kam video, kam kaseta, nuk akuzonja do një njeri kot zemra ime. Pali e pranoj që unë e kam tradhuar gruan. Shiko, ajo e pranoi, po ama ajo nuk sa ato që duhesh i thënë që si hyri fillimi kësaj dashurie, kupton? Kjo hyri në Tiranë, edhe ndenjë atje, ajo me muaj të tëra ndenjë, ajo hodhi 2 aborte atje, moj. Ajo i flet në telefon, edhe vetë thot ajo që kishte kamerë. E merte me kamerë pa du, nga do binte. E merte me kamerë. Por pse, dashuria e Palit me Likën ka nisur që në Tiranë, jo në Greqi, sa e thot, unë erdha në Greqi për punë. Shiko, të bëj bemo si kem fëmijët, unë kam dokumenta. Unë kam dokumenta dhe ajo, të them dhe një tjetër, po më vjen vendë. Ajo e di si e hapi atë yçin, si të thuash, ajo ky flinte atje. Kjo ngritë në mëngjes i shoqi iku në punë, fëmia shkua në shkollë. Ajo zhvesh siç e kishte bërë nena, edhe ju fut Palit në krevat. Dhe kur i thash unë, ore po të janë këto që bëre ti, u fut në krevat petë, tha. Dhe kur i them unë kësaj pasaj të më besosh, i them, moj, po ti s'ke turpi, thash, moj, e ke marrë ke futur në krevat tjetrit ti, thash, po turp të kesh, moj të ëngër të mortja, i thash. Po jo, tha, po dhe po këte, jam mbylla unë. Në kohën që jam mbylla unë, ajo i bje Palit në telefon, dhe i thot, ore Pali, thot, po ti i ke thënë sa qoqe që unë nuk futa në krevat? Ati u verifikua. A më kupton? Të rënda janë. Unë e kuptoj që ti ke vuajtur me ato burse të rënda janë, realisht. Si? Unë e kuptoj që ti ke vuajtur me ato burse, sepse janë të rënda të gjitha këto situata. Po unë kam equr shumë, e ndishja në për Kallamatë, hajde në shtëpi, ore, hajde ktheu në shtëpi se ne kemi fëmijë të martuar, kemi ushqim, ore, se është të turp, more. Po kur arriti më tha dhe këtë, po ti pse më ndjek nga mbrapa, tha, ja më pafsh nën pa fëmijë, pse më ndjek nga mbrapa ti mua, tha, ja ku është groja ime, burr me zor do, tani ç'kërkon ai? Jam shumë e sinqertë, se më ka vojtur shpirti dhe më ka vojtur zemra. Erdhi në Greqi, 25 vjet nuk punoj as edhe një ditë. Unë kam punuar nga 5 punë, la një më falë, alet e Greqisë, edhe erdha bëra shtëpitë, martova fëmijët, u bëra kapedane. A ju briste në për ato dritkat nga vinte nga briste. A që ka qenura jume? Mua më kanë zirë jetët, po gabimi ime është që unë se kam darë që atere po hajtë se më vjen turp, hajtë se më vjen turp, hajtë se kam fëmijë. Mirë, po a ju tani e bëri këto që po bënë. Por, realisht ti e ke falur. Ai kur u nda me Likën u rikthyet e këtë. Ti e ke falur për hir të fëmijëve. Ode, e pranuar fëmia, pa unë si burr nuk e njeh, edhe dita sot. Jo, po të thamoj dita dhe atje radhën e parë që gruaja fle më vete, unë vete, kupton? Unë nuk e ka, jo. Atë e foto fëmia ta ai sot buksi qeni aty edhe, po unë si burr ta bëj atë, gjallë në botë, kam 20 vjet. Jo. Jo, deta, jo. Jo se më ka bërë shumë, se so burë mu të gaboj. Po ku futesh, ore, te nipi me nusen, vete bëdhe këlyshkën, bëdhe fëmijë. Po çfarë thua me deta, ju ka da nga rrugë e Zotit. Po tërë burat gabojnë, po gabu ati kush për të gabuar, mor qenë, mos o put ati që ke ngrën bukë, apo së shkëshu. E rëndë është në fakt, të marrësh nusën e kushuririt, është e rëndë. Po çfarë thua me, të jemi në ati djalli kishalot, motën e babait. Ai e pranoi dhe në fakt në live më odetën të kërkoj falje dhe ty. Tha, e kam kërkuar falje shumë herë gruas. Nuk më duhet falja, ma po vazhdon akoma shfalje me Odeta. Ai po bën cene akoma moj Odeta. Edhe ajo, baxhilla tjetër dhe ajo, nuk e rregua ta mama ajo. Edhe unë ja kata kasetat ati kur e shpuri në maternitet dhe piste, edhe jiku ai në Tiranë. Kur e solli atë, unë isha në djeni, edhe asë e prita si shta ajo. Nuk e prita fare, nuk e respektova. E pesi tha që nuk më respektovi e shoqja? Po, por ajo tha që kur kam veti shtatzën, ti ke shkuar e ke kërcënuar. Lere
ecë kur në disa të ne gjetëm rastësi rrugës dhe ti t'jesh rrugës, do bësh një debat. Lere atë, s'ka në rëndësi. Rëndësi ka kjo, që nuk tregovi këto që qenë kryesore. Këto që qenë kryesore. Edhe shkaku është ajo është shkaku. Tani dhe ky gomar, se ku vete putesh, ore, loqë janë nga më të mostroj ti. Moj deta qka e për motra jote, të zite ullirit kam, edhe po e që akoma, po i kam fëmijët që më peshojnë. Nuk e diskutoj. Por, gjithsesi ka ardhur në jetë një fëmijë, është një vajzë që është 18 vjeç, 17 për 18 ajo fëmija që është e pafajshme. Le të përgjigjet të bësh, ne nuk u ngatrohemi. Me të bësh të doj. Pastaj ajo fëmija që ka ardhur në jetë, ajo Vasilika ja previ, edhe ka të drejtë ka ajo se apo arrivi e njëjtë ky atë, do t'ja shkatroj të birë, do marsin e qa telefonë, do vërtasë, a e kupton, do ta shqetësojë. Më kupton se tipi tillë është, ajo nuk është një normal njeri. Atë fëmijë që e ka, ajo ja nuk do më motor se e di se ç'njeri ishte. Edhe fëmija po nuk e do atë që e rriti, që e edukoi, që e ka dhe sot. Po, e qartë, por është e kuptueshme. Fëmijët e tu e kanë motor ata. Moj po motor mund ta kenë ata. Po kur s'kan lidhje dhe kur s'kan ç'më duhet motor, gjet në një rrugë. E bën në një motor në rrugë. Mirë, e qartë. Odeta, unë ato që kisha t'i thash dhe i kam shumë të vërteta. Po nuk e di, ç'të të them. Mirë motra ime nga mua, miru papshim, faleminderit shumë. Të përshëndes. E dëgjuam këtë zonjë e cila tregoi momentet e jetës së saj, foli shkurt ditën e sotme këtu në live me Odetën, e përsolli qartë mesazhin që ishte penduar, që i kishte mbajtur prej shumë vitesh si bashkëshort Palin, pasi ai jo vetëm e kishte tradhuar, por e kishte shkatëruar jetën e kësaj zonje, e kësaj nëne. Ndërkohë ditën e sotme këtu në live me Odetën për këtë histori, dhe konkretisht për historinë e Palit, kërkon të reagoj edhe një miku i tij i familjes. Hap dritaren dhe e përshëndes. Astrid, përshëndetje, të falenderoj që të kam sot këtu në këtë live. Ke hyrë për të reaguar për historinë e familjes së Palit. Ju e njihni këtë histori, jeni një i njohur i familjes? Përshëndetje zonja Odeta. Po, kam qenë dikur kam qenë, po tani nuk kam të bëj fare me atë familje. Por çfarë ka ndodhur? Ti ke vendosur të reagosh dhe të tregosh një tjetër version, siç ka treguar Pali në live me Odetën. Çfarë ka ndodhur realisht? Të gjithë ato që unë thjesht u futa në YouTube dhe i lexova, i pash ato videot, gjithçka që ka thënë ai zotëria, gjithçka janë gënjeshtra. Si ka qenë marrëdhënia me bashorten e Palit? Me sa mbaj mendun që kisha hyrë dalje vinja në çift, kisha hyrë dalje, ka qenë një shoqja që një grua shumë e mirë, fëmijët i ka pasur shumë të mirë, se fëmijët ka qenë shok me fëmijët e mi. Ju keni pasur një marrëdhënie të ngushtë me Palin, e keni pasur shok, keni jetuar, keni pasur hyrje dalje në shtëpinë e tij. Por Pali tregoi një histori që deri diku disa gjëra i pranoi, që gruan e kam tradhuar, shkaktarja ishte ajo që më çoi drejt tradhtis, i kam kërkuar falje, ata më kanë braktisur. Ai zotëria që ju ka thënë juve kështu, ai çdo gjë është manipulim. Sepse ai kur iku vati bëri ç'bëri Andreja, nga vati. Unë takonja djalin e tij. Edhe pyesja. Ç'u bë me baban tuaj? I tha ai që ka ikur djali. Djali i tha që ka ikur. Pra, braktisi gruan me gjithë fëmijët për një tjetër grua. Po. Ndërkohë, sa vite martesë bëri Pali me bashorten e vet? Po, me sa di unë, gati 25 vjetë, po. 25, 30 vjetë, po. 30 vjetë, po. Se unë i kam jetur këta në Greqi. Po ta kur kanë ardhur në Greqi, kanë qenë të martuar me fëmijë. Sa fëmijë ka Pali me gruan? Me gruan ai ka 2 çuna dhe 1 gocë. 2 djem dhe 1 vajzë. Si ishte raporti fëmijëve me babain kur iku nga shtëpia? Babai me sa di unë e ka qenë mbajnë në pëndë dorës komplet, si dhe fëmijët edhe shoqja. Ishte kolon e shtëpisë.
Por në shtëpi. Por në momentin që ndodhi kjo tradhti, asnjëherë nuk e kuptova, pse nuk ndodhi divorci mes të dyve? Divorci nuk ndodhi sepse nuk e dita nuna e shoqja kishte hallën e fëmijëve. Kishte hallën e shtëpisë, kishte hallën e fëmijëve, mos nuk e di diçka tjetër mund të ndodhur. E qartë, por dua të di çfarë ka gënjur Pali, çfarë ka mashtruar në live modet, që s'ka thënë një realitet, sepse tradhtina ai e ka planuar, largimin e nga shtëpia. Me sa di unë ka mashtruar këtë që thotë që nuk e ndihmoj fëmijët. Fëmijët e ndihmojnë. Realisht ka ndodhur kjo që ata kanë qenë një familje shumë e mirë. Edhe Pali, me sa bëjmë unë, ka qenë një njeri shumë i mirë, ka qenë punëtor, ka qenë nevojtar, ka pasur me fëmijët, me gruan, ka pasur shumë lidhje të mira, me fisin e tij ka pasur shumë lidhje të mira, me vëllezër, me motra ka pasur shumë lidhje të mira. Tani nuk e do më asnjëri. I mashtron, i gënjen. Po si është bjerë gruaja dhe fëmijët kur e pa në live modetën? Që ai kërkonte vajzën nga bashkëtesa e dytë. Tani këto momente nuk e di unë si është ndjerë, si janë ndjerë, po besoj se janë ndjerë keq. Edhe unë po t'isha në atë momente janë ndjerë keq. Astrid, ju keni kontakte me fëmijët e Palit? Ata nuk janë të interesuar të njohin? Kam kontakte vetëm me djalin e vogël. Sa të madhin edhe çupa nuk e ke Gjermani. E qartë. Me të voglin kam një kontakt, me të voglin. Djali i vogël nuk ka interes të njohë motrën e tij? Me sa di unë nuk intereson ajo. Me sa më ka thënë se kemi bërë një mohabet para një 10 vjetëve. Nuk intereson më, nuk ka të bëj fare. Pasi doli Pali, në live modetën reagoi dhe bashkëtuesja e tij. Besoj e keni dëgjuar dhe atë video të zonjës Lika, e dëgjova. E cila ngriti një lumë akuzash ndaj fëmijëve dhe bashortes së Palit. Ato që ka thënë ajo, se në momentin kur ka ardhur ajo, unë ka pasur shtëpinë përballë këtyre. Ju keni qenë prezente e njihni historinë e tyre të ndarjes dhe historinë e dashurisë. Kemi qenë balkonet përballë, balkonet kanë qenë përballë. Po. Balkonet kanë qenë përballë, edhe ka qenë viti 2005, 2006 edhe kanë qenë në Niqa. Në Athinë, në Niqa. Po. Në Pirenë. Çfarë ndodhi, domethënë? Fillimisht, me sa shikonja dhe unë aty kishin filluar ngritjet. Se ky vinte, pinte capo, donte t'ikte në Shqipëri. Kishte një kushuririn e tij, i mori makinën një kushuririt të tij. Vinte ai kërkonte makinë aty në njetë e Palit. Në fëmijët e gruaja, kush ai më ka marrë makinën? Edhe kishte ikur në Tiranë me makinën atij kushuririt. E qartë, por jo, zonja në gjithë atë që tregoi si histori e pranoi deri diku që unë pata një marrëdhënie me Palin, solla në jetë një fëmijë, gruaja kishte të drejtë që bëhet xheloze, ajo ishte penduar për të gjithë atë historisë dhe ai ja kishte shkatruar jetën asaj, gjithnjë sipas Klikës. Po, Pali më thoshte gjithmonë që dua një grua është nga Tirana. Më thoshte. Pra, ta ka thënë, ta ka shprehur këtë gjë. Ma ka thënë, po më ka thënë deri atje ku i verdiste atij. Pavarësisht se ka ndonjëherë ku ikte goja, i shkiste goja unë kuptonja. Po nuk ja shprehja. Nuk ja thosha se unë banja një thjesht shoqëri, ai sa më dakon fizikisht. E qartë, ka qenë miku jot i ngushtë, ke konsumuar shumë kohë me atë në shtetin grek ku keni jetuar bashkë, ke pasur hyrje dalje, nëse Pali do të dëgjonte si një miku i vjetër, çfarë do i thoshe sot? Unë do t'i thosha zotit Pali që gjithçka që bën është një gabim shumë i madh, sepse ka një familje shumë të mirë, ka një grua shumë të mirë, ka vëllezër dhe motra shumë të mirë, që ai për kaprishët e tia, për gjërat e tia, nuk e duan më. Ka marrë një rrugë 160 gradë, në këtë moshë është 70 vjeç.
Ai e përjetonte ndarjen me fëmijët, tha, para disa kohësh bëra një aksident, e ndjente mungesën e fëmijëve, por fëmijët me bashorten në një farë mënyrë e kanë braktisur për... Dëgjom një sekond. Ai nuk e di çka ka thënë për aksidentin, këtë nuk e di unë. Po. Për aksidentin, nuk e di. Se thash që me djalin e vogël, nga ndonjëherë edhe flas telefon, se flet me djalin tim, edhe janë shok me djalin tim. Më kupton? Të kuptoj qartë. Nuk e di çka ka bërë aksident, po çka po nuk e di. Jo, por... Unë thjesht reagova kur u futa në YouTube të shikuar diçka dhe më doli ai. Po ky këtu tash. Por fëmijët e kanë braktisur, me sa kuptova unë. Me gjithë gruan. Fëmijët e kanë braktisur sepse ai nuk ka qenë i sakt në familje. Ai asaj familje e ka pasur gjithmonë me shitallëk. Gjithmonë me shitallëk ka pasur familjes. Nuk kishte dëmshuri. I merrte nga ajo familje edhe i jepte një X personi tjetër. Unë uroj dhe shpresoj që Pali të na ndjeki ditën e sotme, ta marri këtë mesazh si një mik i vjetër që je ndier keq teksa e ke dëgjuar atë live me Odetën, kërkove që sot të reagohet, ishte imazhi juaj i mbuluar, nuk kërkon të identifikohesh, Pali sigurisht mund të njohë ty sepse të ka patur shok të vjetër, ja përcolle këtë mesazh, nëse ke diçka të fundit Astrid për të thënë. Pali me një mua dhe në Athin. Kemi qenë shok. Më hape diçka mua në Athin. Nëse do ta kishe përballë sot siç më ke mua, do dohet i thoshe diçka. Po si të thoshe diçka? Çfarë do i thoshe Palit? Nuk e di tani a e ka të respekt akoma për mua. Se unë kam dhe shumë vite që se kam takuar, se unë nuk jetoj në Shqipëri, unë jetoj në Amerikë, kam ikur në Amerikë. Çfarë do i thoshe? Do t'i thosha që të mblidh mendjen se nuk janë gjëra të mira që bënin në këtë moshë. Se ka një grua të mirë, ka një familje të mirë. Uroj dhe shpresoj që ish gruaja ta fali dhe fëmijët dhe uroj që ai të bashkohet me fëmijët, se sot është i vetëm dhe ka nevojë për fëmijët dhe e kuptova që e ndjente mungesën e tyre. Dëgjoma këtu, nuk është se ndjen mungesën e tij, po Pali ka qenë me dy fytyra. Kur themi me dy fytyra, çfarë duhet të kuptojmë? Me dy fytyra ka qenë. Kur vinte që ka qenë në Athin, herën e fundit kur ka ikur me atë zonjën, ju mori lekët dhe iku. Fëmijëve të shtëpisë, ai mbante lekët. Ju mori lekët dhe iku. E kuptoj. Që atëre filloi mos kishin besim fëmijët në ai person. Ata janë lënduar për babait. Shumë. Edhe thjesht faktin që ju braktisin anën. Ai vogli o çokuj afron nga ato çik. Ai vogli dhe dëgjoj që flet me djalin tim. Edhe çokuj afron ato çik, po nuk e di. Ndërsa vajza dhe djali i madh nuk interesohen më për babain. Fare. Por bashkëshortja, ajo i ka shkëputur të gjitha kontaktet? Ajo ka shkëputur kontaktet të gjitha, atë kam shumë vite pa. Shumë vite që në Athin. Mua më doli viza dhe kam ikur në Amerikë. E qartë. Mirë, Astrid, të falenderoj që të pata në këtë live, uroj që Pali të na ndjeki dhe uroj që të ndërgjegjësohet. Kështu që të përshëndes. Respekte, mirupafshim. Mirë të dashur miq, dëgjuam këto reagime, por ditën e sotme unë dua të vazhdoj të jem këtu në live me ju për të dhënë pjesën e plot kur Zoti Pali ka qenë në live me Odetën dhe pjesën ku ka reaguar dhe ishe dashura e tij, ajo që le të themi ishte shkaktarja e ndarjes së çiftit. Do i ndjekim të dyja së bashku. Përparim, përshëndetje. Shëndet atë kështë. Si e? Gruaja me gjithë fëmijët nuk pasurohet fare, është në Greqi dhe njëra vetëm që kërkova vajzën edhe kanë marrë natë. Pra, thjesht fakti që ti ke kërkuar vajzën të braktisi nusja. Ka iku ajo me gjithë fëmijët janë në Kavall, në Athin, pata një aksident se bleva një makinë në Barmash, ku po vijen në mendimet e tepërta duke pjetë di rrugë në Barmashit. Po. Sa zbreti shërën, sa mora maloren,
jam batuar 4 bata, bam, që ose banë mandat të karshi. Wow, po falë Zotit, je mirë të Edhe në ajo thash, po pak të thash, në njerë, më nuk e pashje tu, përse kam rënë një vit, sot e 18 vjeqe, pak të ti lëk të shpinë atje, asaja se është jetime, s'ka pa njeri, në ajo e deshat më shumë. Pak të të njifje, se kush që vajza ime. Do flasim gjëre gjatë i dashur për parim sot, por sa kohë boj që je vetëm fare që të kalon dhe gruaja dhe fëmijët të kanë braktisur? 2-3 vjetë. 3 vjetë, pase po gatuaj vetë, laj vetë, shplajem vetë, qëra vetë. Po mirë gruaja, po fëmijët edhe ata nuk të flasin? Fëmijët anojnë vetë, ma i djali vogël me dërgu një ilaqet, interesohet, pos më morin telefon, pyet shokët këtyre, keni parë babit. A i vogli, pa ta tjerët jo. Që po dhe kam Gjermanis, bëra aksidentit dhe theva gjamat e makinës dhe i kërboha një ndim. I dhe po deshe arash me makinë. Nuk sa që shpëtove, po s'kam lek babata. I dhe po deshe më dërgoj një 300 euro, i dhe pak të vëgjamin. E makinën sa se më suj. Nuk kam lek sa jo, sa e mbyllë dhe s'ka marrë më të. I e prekur për këtë gjë që fëmijët? Jam prekur se do t'i qasë një fatë publikisht të them, haram i qoftë njeriu që bën fëmijët i rritë dhe nuk përgjigjen, unë të dijen shu, nuk që bërë asë një fëmijë. Që deshe? Belaj kam bërë. Sot që kam nevoj, jam 75 vjeç, unë do bjeshe një ndim. Unë s'kam undëroj me pensionin tim. I dashur për parim, sot i 75 vjeç, do më lijosh do të pyes? Që më të flaqë. Si ka qenë jeta jote? Kur je martuar me nënën e fëmijëve të tu? Për të dalë më pas tek ajo vajzë që ke jashtë martese dhe ti e kërkon, por e nisi me rinin tënde, kur u martove? Unë jam martuar në moshë 23 vjeç. Po. Në Korçë, me qenë se një djali të zestime, kishte madhë në të derë dhe unyra si kruqë, si mik, pash këtë vajzën, më përqevi, edhe ka marrë me dëshirën ti me sola në përmet, me makinën ti me ble, për në një shoferë komunale, vëra një punizim dhe kam silë në shpi. Kemë kaluar shkërqyrë, shumë mirë kemë kaluar. Ti 23 vjeç, por ajo sa vjeç ishte në atë kohë? Unë ishe 23 vjeç ku jam martuar. Por ajo, nusja? Edhe ajo ka që vjetë ishe, 23. E ke marrë me dashuri, e more në makinë e solle në shpi? Po, e solle makinë e në shpi. Të rjetën në shpi. Më kuptove, bëm 3 fëmijë, ku filluam që të apu Greqia, filluam të tërë si qiki ka unë në Greqi, me fëmijën, më vonë mora dhe grua me gjithë trupët. Atje duke pare, shoqe, filloj shere. Atëru dhe të roma pasaj dhe ika, fillova të kishe lidhje me këtë tjetër. Pra, konfliktet me nusën për çfarë nisën, që ti le të themi u dashurove më pas me një tjetër? Unë nisë me të tjetër se me i gjithë një punë me plak brenda. Tani ajo plak brenda, po tani unë jam mashkull, nuk kam nevoj për një femër. Se e martuar unë. Unë darë se një në 2 ditë, një në 3 ditë dhe shakruan time, u s'povede të brendë për botën. Ajo gjelli shumë, atëre fillova vazë kontradita. Pra, gruaja punonte ditë e natë në një shtëpi të një shtetase greke, kujdesej për një plak. Po. Këtu nisi dhe momenti që ti e trathove, që gjeti një grua tjetër. Po. Por pse nuk e hoqe gruan nga puna, ti thoshe grua e dashur? Nuk donë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ika unë në shtëpi, pasë dhe të roba unë ika në shtëpi edhe një 2 në Tiranë. Unë njëllë me të vajzë, me ajo i qenë në 2 fëmive. Më tha ma, po tjetë shumë dhe edhe unë kam shërë me me. Por unë do të marit, po viri kishin kokës dhe që nuk duha të kaloj, se dherë më sot nuk jam djerit. Ajo ishte divorcuar? Nuk shkonde mirë. Nuk ishte kontradita me burrin dhe vendosi që të ndante burrin dhe të bashkëtonte me ty? Bashkëtonte me mua. E mora mu një 2 herë. Në Greqi? Në Greqi, dhe rinë një 3-4 muaj e kjo. Ata i në tinin fëmijët duke qarë, jo si bu kishin për helm, fëmijët të qëllimisht që të vinë dhe kjo. Edhe vajtë kjo.
I dashur që ta kuptoj qartë, më fal që të ndërpres. Ajo la fëmijët dhe erdhi me ty në Greqi? Po? Jetuam atje një 3-4 vjet bashkë. Po mirë, në momentin që ti nise bashkëtesën me këtë grua të dytë, gruaja jote e parë e mori vesh? Po, e mori vesh. Ajo merrte në telefon dhe më binte kaseta, mua më thoshte, ku do kthehesh në shtëpi? Ato këngën që këndonte Erlinda, ajo Arizorka e Korçës. Ku do kthehesh në shtëpi të pret djalit të pret çupa? Na vinte kasetat që të prekshe unë. Por realisht, ti nuk i the asgjë gruas që do ndahemi dhe unë të vazhdoj jetën time, apo ike në këtë lloj forme? Gruaja, unë e mora çrere me këtë ikte vije prapë Tiranë meja, më e ditë gruaja që unë desha. Sa vjeç kishe në atë kohë kur u ndave me gruan dhe u lidhe me këtë zonjën tjetër? 45-46 vjet. Por gruan e parë e le me fëmijët, le të themi dhe vetë. E lashtë me fëmijë lekët që kishin të tëra i ka. Por nuk u ndave me divorc, nuk u ndave me gjyq. Me gjyq, jo. Dhe çfarë ndodhi në bashkëtesën që nise me këtë grua të re? Që dhe ajo braktisi fëmijët e saj? Me këtë nisëm tamam një jetë normale dhe ajo dhe unë bashkë, ishim në qytetin e Kallamatës. Punonim të dy, jetë e mje tamam një zgjidhje të dy bashkë. Edhe ata e meni vazhdimisht familje saja, kthej, unë ishe të dëruar në njerë se zinte qandë më dëshë më të dërgën me në fëmijëve. Shime të të 200, 100, si pas mundësive që kishim, unë i kam dërguar fëmijëve të saj lekë. Vinde i shoqni, atje ja merë të lekët, që i dërgën e kjo. I dashur për parim të bëj një pyetje, e kuptoj që u dashurove me këtë grua dhe kjo grua u dashurua me ty. Por pse nuk bëre divorcin me gruan, ajo të bënte divorcin me burrin dhe bënit një martesë zyrtare? Jo, kjo nuk qenë në bazament të fort. Kjo rrinte 6 muaj për shembull se 3-4 muaj dhe i ngrihesh mendja bëj me fëmijët. Çe ti bëjon? Me zor tamaje, kjo ikte. Rinde ande pasaj, ku vinde ati bashkosh prapë në burit e saj. Atëre i thoshte, kush mi mirë pali, unë jam pali, po filani. I thoshte burit shoqes. Kush mi mirë, unë pa i. Edhe kjo dhe dëroj, më mërë dhe mua në telefon, ajde më mërë se më thot kush mi mirë, unë po këti. I dhe jo, unë nuk los me ty, më të ka marrë 3 herë, 4 herë në Kalamata. Të visha po sa fatë, këtu me shpenzime tërë, ke pagojnë e lekti, unë i pagojnë tërë shpenzime. Po mirë dhe... Taksia, gjere, se ishe pa dokumenta, ajo ishe pa dokumenta, unë ishe dokumenta, ajo s'kishtë. Pali, po edhe kjo nuk është normale, që 6 muaj t'jetonte me ty ajo, 6 muaj me burrin. S'kishte kuptim, kjo gjë. Po s'kishte kuptim në ajo, me ndosë të bëjë një fëmi. Kjo ku ngeleshin, në këto 4 vjetë, që ngelesh Shazane, kjo vinde të mojnë e dytë, do më bëndë të shmos, ose kishte një shërë të papa, që të vinim të qojnë të doktorit a i. Kuse këtë radhë, këtë vajzën, vendose që të mos e iqin. Thash, edhe unë do kem nevojë për një fëmi, edhe e vajtit, në altet edhe unë e mashtro, ama lejo këtë muajnë tjetër e di. Ajë të një të me shtimje, muajnë tjetër, muaj vajtit 3 muaj. Pyta unë, në kjo se kalon, di 3 muaj në Greqi nuk i që të mje. Pra, ajo mbeti shtatzën me vajzën dhe ju do bëshit printer, për herë të parë. Po. Po? Edhe ashtu e bëra vajzën, këtë vajzë kërkova, sa e do në ta ite. Unë nuk desha ta ite. Unë desha të mbaje dhe nuk e qojnë për vizita, që të mërë dhe vizita të vide ta ite. E bajta, bile i thash, kam i motën, por atës ajo ka 3 djemë. Pali më dhe më në kjo se ju nuk e doni, bjere të arishun. Unë kam 3 djemë që i di shumire dhe atës dhe kë 4, edhe ti e këtë motra. A më kuptova? E qartë, e kuptova. Edhe thash këtë fëmin do të qëtë në një semi. Motra ime s'kish më tapë të ditë. Kuste ajo përdori një shkollë tjetër, s'flisë me njëzit e saja. U detyrua pasaja, Gjeli lindi me
duke dhënë gjak unë. Në të shkuptim? Që kishte lindur me operim, dhe këtë rast duhet të lindesh me operim në spital dhe më thiri doktori dhe më thotë që kemi nevojë për gjak. Shiori, unë e kam gjakun 0. Ata morën mbi 300 gram lejuat, ata morën mbi 300 gram. Është normale kjo. Të dëmdora, na jo që desha, nuk ka që jo e dosha, vetëm ishte gjak vetëm të eskala, që në grek, nuk që shqiptar. Kala e dosha, që në grek ata i fermjerë, dhe i frisë e kërkish. E qartë. Nuk kam gjithë, nuk kam gjithë. Bashkëpunësia jote e re, do me thënë, e solli një jetë vajzë në Greqi. Para 18 viteve, se sot i bie 18 vjeç vajza. Po. Por të lutem, Pali, po të thras Pali, shkurtimisht. Pali ka mene, nuk të të dhe më. Po, i dashur Pali, ajo i mbante kontaktet me fëmijët nga martesa e parë, por ti gjatë kësaj kohe i mbaje kontaktet me fëmijët e tu nga martesa e parë? Po, me fëmijët që ku vinin në Kallamat, që ati kam dhe jenë vëllati dhe unë dhe i takoj. Bile, njeri ishte u martua, edhe unë nuk ishe në dasë. Kuse ajo më tha, Pali merë tha 200 euro aty dhe ikë në dasë. Nuk ka lezet dhe unë i dhe në dasë. Djallë u martua, pa. Por pse, nuk të ftoj në dasëm? Jo, nuk donë të djallë dhe gruaja që të ftoj. Pra, ju kishte ngelur qefi që ti i kishe braktisur nënën? Po, a djallë i madhë, vajta një euro, që vajta një, se unë kam batur një kamë. Edhe vajta të kam filmuar, se unë të qupën, e kam filmuar që kur ke lindur në spital. Kujtimet. Dhe dhe sa mdenje kisha kamerën në shtëpi dhe mund të kem mbi 20 kasete që kam vajzë, më kuptoj që kam gjindisore. Të vogël. Ati e kishim lek, blem kamerë dhe në Greqi isha mirë, se unë isha të fëmijët i kisha në punë. Unë në punë, gruaja në punë. Por fatkesisht ajo familje u shkatërrua sepse ti u dashurove me dikë tjetër. Pasi erdhi një jetë vajza me bashkëtuesen e re në Kallamat, çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Ajo na erdhi, unë të them të drejtën, unë kisha vajzë, se kisha me gruan e parë, kam 2 djem me i vajzë. Edhe thash, edhe këtë do të arisë, edhe kam dashur shumë vajzët. Unë vija, sa më shikon dhe moj që vija nga puna, ajo i dhe shpërpja. Baba, e ma më kënajte. E mbaj një unë, se një sa diti kam gjetur punë, mbaj një plak kjo ku mungon të njera dhe e mbaj një unë vajzë. Nuk që edhe me muje. Po. Unë ku iku ajo që iku në Selanik, se a këtu për një trati. Ajo më tha, do iki dhe se kam qunë kushirin dhe parë dajo në ndetë, do më japër 10 lej. Po mere dhe vajzë dhe ikë. Në këtë i mëndje më thoshe mua mos t'ja mbaj një vajzë. Kjo të iki thoshe, se pas që ku iku, mblodhi sa plashke që nuk i takon dhe ti merë dhe me vete. Kjo i mori që me qëllim që për të iku. Por pse kishin nisur konfliktet mes teje dhe asaj? Ajo kërkonte që me donë o zotë të bëdhin që liberim. I thashë se jo. Ne do punojmë këtu, i thashë ti dhe unë bashkë, të bëjmë 5 lek, që të dhemë në përmet, ose të dhemë në Pogrades dhe të blem një fugon që unë të punojmë shofer dhe ti të punojmë shqipse. Që të jetojmë, pa ne ku kemi lek atje, në përmet që të dhemë. Pasa që liberimi do lek, që të bësh do bëjndarje në do lek, pa lek, ku të dhemë? Po, se ti figuroje i martuar akoma me gruan e parë, po. Edhe kjo nuk ju durua, edhe ata të më si thoshin që do palin, vete qojnë në Selanik, atje gjejtë një... Të trathoj. Edhe më marrin telefon, më thonë mua, ajde shikoj qupën, se liga e ka imin ajo, do martohet. Kjo për martes, vajti të shumë në njëme. Unë nuk të përmet të ishe një pion që shkrishyrë në ajo more gjitha të namë. Pasaj dhe grua ime ka qenë në spital, e njojnë të tërë. Vete në Selanik, e takoj vajzën, i dhe shmi me je martuar, i dhe pa i buri që të ka marrë ty dhe këtu janë të tëra roba që i të ka blerë pali, edhe vërtet ato që i kështë të marruat.
Se unë punoja sa je bilekët, nuk e pa e për edhe ti, që do dhe qefi vitën ditë. Nuk i thoshim se mori këtë, se mori këtë. I dashur Pali, thjesht fakti që ajo nuk do t'rregoj për çfarë do ikte në Selanik, do të thotë që Jo, kjo da iki të marrë njës dhe të takojnë kusherin dhe mi. E qartë, nuk të tregoj të vërtetën. Jo. Pasaj që do iki se unë me atë me zorë nuk e mbanje, po që për do të mbanje. Por i bie që konfliktet kishin nisur në mes çiftit, mes te dhe asaj, dhe ajo nuk të donte më, përderisa Kishte nisur se ajo kishte, po ti mbushësh mendje që do ikte, s'kish burë nëna që të i bie, ajo kish borë që i bide me kokë, muri, bam, derisa të shtrisë. Donde ti kishte dilte ponti i saj, dhe unë ajo thash, me mënjen time do që unë vënd të rash në shiv, rash në bresh. Se po do në ti ikte nuk e bënda njeri, do në ti ikte se të bënda. Sa unë e përcilje, pasaj që e detyruat, i prishe biletat dhe e përcilje me të buzë ikte. por në momenti që vajte në Selanik dhe ajo të tha do martohem, çfarë i theti? Se ti e doje, ti lenusem për atë. Ore, unë e lash gruan dhe kur më tha një qupe dajës atyre djotë, liket mos e prit mata se kemi jetu një burta avokat. Qa që e mënjën ti me avokatit të marrë këtë e dhe. Bile kam raportuar policis Aleksandrs në Selaniku, i kam dërguar fotografi dhe këtë dhe i bëra një letë rekomandem se më të thoshe që vajzën do të ashesi. Se atëre në atë kohë dhe shqipshin të mi. Po çfarë ndodhi kur ti vajte në Selanik? Arritet do të atakoje? Po, arrita unë edhe morëm një në telefon, një burin e një qëpës dajos atje, e njifje unë qimë për para të dhe aji nga prezentoj dhe aji masovi vajzë. Vajza, mas një muaj që nuk për kështë parë, mojtë dhe duhet dhe qapë që ishe 7 muaj dhe nuk i ndate. Ata mu apitën që të që shiko sa e jetë, si e njojtë i djatit. Por bashkëtuesen tënde, arritet do të atakoje? Jo, e pas për të parë, po për të takuar jo. Por çfarë ndodhi më pas? Vajzën ti nuk e more do. E takoje? Pastaja, unë që të vajti, në kapi policia dhe mua dhe atë e nëzorën në. Mua më shëllë në Shqipëri, se kam parë më. As vajzën, as atë. Vajtën basi mua e pasaj prapu, i ka më kërë vajta në këtiqi. Kështu je ndarë me vajzën. Domethënë kur ajo ka qenë 7 muaj që e ke parë për të fundit dhe se ke parë më. E të fundi se kam parë më unë. Që ku e kam qenë në Selanik bashkë, vajza është ka qenë, ka iku më 14 maj, edhe unë vajta në 14 qeshor. Se më 6 korik, edhe sot i kësa dite e ka të lindje. Edhe unë isha i detyruar të me në i tur dhe bëndim një darkë, ku ishim bashkë. Edhe tani ku kam qenë me vete, kam marrë një tur, kam marrë një fotografinë e saja, kam prirë një bjerë e kam zërë me vete slime që. Baba i sa të gjallë, unë duhet të shonjë, se lash jetime. Këta fëmijët e tjerë, i rrida. Po kam qenë shofer dhe nuk kam patur, për çdo vit vi jenë plash në Pogrades e fëmijët. Se tani kam qenë shofer me Saurelun, a më kuptove. Nuk i kam në fëmijët të vëndu, ku sa jo shketa, do hande konceret e tjerve. I dashur Pali, çfarë ndodhi më pas? Ti u ndave me bashkëtuesen, të kapi policia të riktheu në Shqipëri, ti sërish ti. Ajo, neve unë ndam shumë, ku ishim me Kallamat, ajo tha, unë do iki te Qupën e Dajo, se kam 10 vjetë që nuk i kam tako, kam dhe Dajo. Do me apish me thëmë, pojtë. Qëtë i të djetë, 14 maj, e me e masë dita sot, dhe më thotë, Pali, do më përshedhe po shion, po ku mori përshedhe, mori shumë plashka. Po pra, e qartë. Tani mua nuk e përqevimi e që mbushi 2 qanda, po këto qanda ku vete kemë këtë. Mo i dhe po ti këto qanda nuk do këtheshme, për mu më dama me janë dreset e qumë pëstarë. Ajo mori që deshe në qefi, po këptojë. Dhe iku, dhe su këthyë më u martua, e qartë. Në u këthyë pasaj ku e përcollën autobusit me trenin, bile kanë bërë biletët ekspres, 65 euro që ikte treni ekspres për në Selanik, për 2 orë vinë në Selanik, më kuptove, se nuk gjende biletë. Në alitet, ajo donde të edhe të këthesh, po thash me mirë më njëndim, edhe kjo të ike dhe unë do këthejmë në familje. Se pash dhe jeta me këtë vërtet, nuk që po. Kjek, për ande tjera mund i kishte, që më
respektin, sjelljen, kishte sa gjama, po të mbush mendje që do të shkonte, s'kish perëndi që ta ndalonte. Ishin të ndëruar di prisë bletët ta nisin. E qartë, unë dave përfundimisht me bashkëtuesen dhe vendose të ktheheshe te gruaja e parë. Po, U ktheve? kur neve kjo iku që në Selanik, në Athina, unë e kisha familje në Athinë. Po. Mora në telefon djalin, i dhash babi jam këtu. Babi më tha ma zë një taksi se kemi ndrua shpinda dhe jemi filan banë. Pastaj do të alun atje, më tha ma dhe hajde. Edhe ashtu, kapa një taksi unë, vajta, gjeta djalin e madhë. Më kam, i them taksi gjurë. Baje ma gjinu. I dha lekët, djali ju kam babi lekë, jo sa të tja po lekë. Edhe vajta në shpi. Atje në shpi, pastaj fillova gjeti fotografi gruaja të Po tani, Pali, kur ti vajte në shtëpi, mirë djali, se të ka baba, do të hapte derën. Po gruaja çfarë të tha që u riktheve pas katër viteve? Gruaja më kishte me goje, varëm turin. Këtë e bëri djali madh. Ai të qasi, sepse gruaja nuk donte që ti të riktheheshe. Jo, nuk donte. E kështë ajo e frujnë shoqet që do, që bën ai tiku, traktoj të bëri. E frujnë shoqet e saj, dhe sot e kësa dite, ajo atë mëndje ka, nuk ka që të ullet në jetë të tonë. Pali, dua të them diçka. I ke kërkuar falje gruas tënde? 200 euro kam kërkuar, më u bë që bë. U bë, se po të ishi ti tamam. Ti vini i thoshe djali, se edhe ajo kishte gabimet e vetë. Edhe unë pa i po me këta, i thoshe me grua, ti ke një javë. Po, tani ke 10 ditë, a jem artro? Po jem artro të rritë bure grua, po jo. Nuk të të ishti me vetë më vetë. Se dhe unë tani edhe unë nuk jem budala. Edhe unë do me shkoj si unë i femër tjetër pasë. E po ka pova, unë do të them në një muhabet tjetër, ku kam adhu një në Tiranë, kam djemë tezës, aty kam shumë të tjera. Kjo kishte shkëputur nga Athina dhe kishte qallur në Tiranë të këta kushinjtë e mi. Dhe ishin një dhomë. Edhe më pyet mua një djali tezës. O Pali, tha të bëjmë një pyetje. Po dojtë, këtë do më shumë më dhama. Likën të, apo rifën? Isa, para likës nuk dhas njëjtë. Para kësa që mora. Të dytës. Ajo një të apu derën, po nuk vjen të kërë pash, si të marata vaj. Po di jam që kësha do në Athina jo. Po nuk të vjen të zonë për të ndjekë sa po vita. Që në Athina këtu të përtysa, dhe tjetër. Po mi bashkë në sot pëngujmë me. Qa të bëjmë në? Na, sikën, vërimi. E ndjen vetën fajtor që e ke lënduar gruan? Unë e ndjen vetën fajtor, po fajtor e zhveta jo. Pse e zhveta jo? E zhveta jo se dhe unë kam nevoj për një femër. Ta njeri u kam nevoj për një femër edhe burin, dhe sa u martove, do bashkëtosh, do jesh me burin tëmë. Jo, ti në do më tjetër ajo, unë të them që unë flekte tani, ajo e kam bjullë do më matanë, ja? Edhe në bandë të kysh, që nuk të besoj, kjo do më këtë, është të bjullë. E qartë. Urdo këtë ka ma për unë, dhe këtë do me saja. Shko kujtë ma fëmijës. Kjo është gruaja ime dhe kjo është vajza ime. Me jetë vajza. Arë falemderit. Këta janë kryrë djali mas timi dhe kryrë djali vogël timi. Me jetë i kesh, me jetë. Kjo është do me saja tani. E qartë që vjen në Shqipëri, është ndarë shtëpia, ti ke kuzhinën e dhomën. E kuptoj, i dashur Pali. Tani ajo vjen edhe rjanë dhe. Unë e riflesi që në këte. Pse? A jemi për e grua, ku e gjithë më të nëmë? A jemi të martuar? A kemi ligjit? A jemi të mamu? Pse mos jemi të mamu? Dhej në dekët. Shu është e mi që I dashur Pali, po, pa ndalur të Shqipëria, ti jetove në Greqi me gruan kur u riktheve. Sa vite qëndruat bashkë atje kur u riktheve? Atyre rëndigin një 16 ditë pojnë. Dhe si ishte marrëdhënia juaj në këto 16 vjet? Ishin shok dhe shoqja apo burrë grua? Para se ti iktim në Greqi dhe këtu në Shqipëri, po të mirë. Ne kishim domën tonë, fëmijët kishin domën e tyre. Jo. Ishtoni, bëni neve vinje unë, ose vinda jo ne kishim privatin timur me gjithë grua.
s'kishin fërkime të tillë, po vetëm në Greqi. Prandaj ta them që gjithë gratë, të flasni fjalë kështu, gjithë gratë që vajtën në Greqi, mos them 100%, po 80% kanë gabuar. Se shkojnë të tjera, shkojnë gra me gra, apo ose të tjera. Jo, po ty nuk ka mundësi. Jo, Pali, po ty gruaja e parë nuk të tradhoi. Ishe ti që i tradhove. Unë nuk kam parë me sy. Po, desa ti s'pranon gurin tënë, është një diçka në mes, se tani budallej nuk kemi. Tani ne kemi 3 fëmijë bashkë, apo jo? Pra, marrëdhënia juaj filloi të shkatërrohej. 3 fëmijë me kë i bëre ti me botën apo me mua? Tani e ke dhe në vdekje, ke burë e grua, po. Do rish me burin tënë, unë pse të ri vetëm tani. Pse më di, u bë. Më falë, po gabova. Shtëpia shtona. Gjysmë me kam unë, gjysmë me ka jo. Me liq, unë nuk jam dalë me liq. Jeni akoma të martuar me njëri tjetrin. Akoma të martuar. Unë me liq nuk jam dalë. Dhe më thonë gjithë me shokët. Po gjeri njeri bashkëtes. Bëj bashkëtes, një lari, një shpëllare, një të reke. Mos i të reke. Më vjen turp nga bota. Se gabova njerë, se gaboj prapë. Ma do më thonë shokë, prapë, grua do t'i vëmë. Pali, por pasi u riktheve të gruaja e parë, jetove 16 vite në Athinë, marrëdhënia juaj nuk u rregullua asnjëherë? As edhe njerë. Ajo nuk të fali? Jo. Ajo, unë dënja u ktheva në shtëpi, të gjotat. Në 2006 ka lindur vajzë. Në 4 korikë, 2006 të lindi vajzë. Në maj të 2007-ës ne undam. Po, me bashkëtuesen e dytë, e qartë. Ajo i kërshoni molla ta, edhe unë nuk ktheva në familje. Që në atë kohë, dhe deri më sot, ne nuk kemi fjetur kur e grua që a kam grua me liqë. Tani ku do vetëm? Te grua ime, dhe gruaja dhe të buri im. Ajo nuk vjen. Edhe në Greqi, ajo banjan u mënjan. Pra ajo nuk e fali kur tradhtin dhe le të themi të mbajti si burr vetëm për hir të fëmijëve. Nuk ju drejtua gjykatës. Jo, as edhe një. Atëherë ishe i detyruar. Tani më vjen dhe rata pas. Shkoj edhe unë punën time tani, se mos kam shtëpi. Por ti s'undave asnjëherë me gruan, por le të themi jetoje me të? Jo, me liq, nuk më shkova ndërmend, bile ajo më thoshte disa e, Pali më dhe të mua. Ajde, shqiti këto shtëpi, se mi kërkuam këto shtëpi 20 milion, edhe ikim jashtë. Në asë një mënyrë i dhe që nuk shetë shtëpia është e fëmijëve. Edhe unë së të kam ndryrë që ju atje në Tiranë, të shtëpia jote, se që do bëjsh ti me fëmijë. Mos ndryrë atë që nuk të takon. Neve kemi një këtë vajzën, po, do mendojmë për këtë vajzën që bëmë të dy, ajde blem një fugon, të blem një shtëpi në Pogrades, se në përmet nuk jetosh. E qartë, së ta thoshte bashkëtuesja e parë. Por mirë, Pali, në momentin që ti u riktheve te gruaja jote, ajo nuk e fali kur tradhtin, jetuat bashkë, nuk keni ndarë akoma, por ti më vete, ajo më vete, por fëmijët nga martesa e parë, 2 djem dhe vajza, si e pritën motrën e tyre, që sollën jetë me... Nuk, asnjëri nuk ka dëshirë të pas ta njohin. Nuk duan ta njohin? Jo. As djalimat, as djalivogël. Bile në njerë, a i djalimat pati një vështirësi dhe i djalimat. Pati një fërkim me gruan, edhe i ka lënë 2 fëmijë dhe edhe të mdanit. Të merë madhi për fëmijët, po baba, po ti që bije unë qanje, se e rrita unë dhe vajtë, në bajta unë një vit, qante, tunje, bënje, këtë drejt. Bine të një a i djalimat, po thot këtë drejt. Jemi likë shumë ime, pandar dhe them që me këta s'kam që ku sa jo vajta është e vogël dhe më mushen shumë me lot, dua ta takoj, ta sjellë shumë për me, ti them kjo është pasuria ime. Kam në një pasuri tjetër, unë kam patur një dajo. Dajo im ka qenë që të thashë me gjyshin tëndës. Në Astega është aratisëm në 54 në Greqi. E ke fjallën për Petr Truman. Edhe ka shtëpin atje sot edhe tani me ka lënë një dokument mua.
që unë në shkura, po nuk e kem bërë me noteri. Po si do qofë, sot jeton vlla im atje. Edhe thash që po t'jetë ashtu, ç'më takon mua t'jale vajzës. Por, i dashur Pali, në këto 18 vite, e ke kërkuar ndonjëherë vajzën tënde, mësove ndonjë informacion? Kam bajtur gjyër në Selanik, gjyër më kanë dharau. Kush të ka rrahur? Sa njerë, po më kanë dharau dhe më lëshua njerëzit e saja, sa një herë në fundit, të them kështu të drejtë, shkua me sa kushin e mi edhe ata doshin që të më jepin një armë, ose si të them të, po nuk pranova se do vristje, do vuqe për burqe. Sot nuk nuk e kërkova mëse. Edhe unë nuk isha mosh që të më riftin të tjerë, sa ta bliqin 4-5 vete, se një njeri anjë më po, ku janë 4-5 vete, që të bëjon? Pra, ti e ke kërkuar vajzën, por ajo të ka penguar gjithmonë që ti ta takosh. Po. Unë të them shumë me shpirt, unë dhe sot të shikosh fotografit që unë më mbushën së të më lopë, që kam 18 ditë pa takuar. Po, të tash, kam nevajs tjetër e kam nasit në Gjermani të martuar dhe janë besat të rritu dhe 20 vjeqet atje, bilesh dhe këtë, dhe një shansi. Në datën 29 maj, 2006 ka lindur Qupa, më datën 6 korik, mbasi mumesh, ka lindur Gjyshi, më kuptove. E qartë, pra vajza jote është bashkëmoshatare me mbesën tënde. Mbesa ime, vajza ime është moshatare me, do më thënë një muaj ka disa do të lindi vajza ime, linda unë. Të ka marrë malli për vajzën? Më ka marrë malli që të them kështu me shpirt, nuk e di sa mund të bëj. Edhe mund të desh, mund të bje fare. Se edhe atë ditë që rash me maqinë, që të jesh në akë unë jam kaq vjetë shofer, s'pa më në mëndja po në halë, në shqetësime, nuk e di që për edhe mëndja. Iku truri, vetë mua, gjithmonë, do dhe një shpejtu të gatua një të bënje, edhe na jonë gjithova në qika dhe ashtë, po gjithmonë do vdesna dhe nuk në shkoj një. Nësa ajo të del për balë, ti nuk o ta njohësh, se e ke në 7 muaj. Tani, po të shikoj kështu me dhona një, edhe më njohë se, e ke fëmija ime, edhe po të njohë se ka kishë paraqitjen time, sytë e mija. I dashur Pali, nëse do e kishe për balë si që më ke mua, çfarë do i thoshe? Vajzës tënde që as nuk e nje, dhe ajo nuk është rritur me dashurin tënde, dhe ajo nuk të nje. Unë do t'i them që unë të kam vajzë, duhet të takuaj se jam mëma jote. Kam bëj një sakrifis të madhe që të rritë aty, se nëna jote nuk të da gjirin, që kam blerë qumshin unë në pazar dhe ta jepin. Lajnja një dyqan në gjamin, me një kilemish që pinja të lëngu të jetë dhe babaj, se mamaja jote nuk i punonde, unë punonde. Shtu ropë që jablinë në dyqan, përse më këtë dyqan që lajnja më sonde, do t'ja blinja roba qupës, do blinja ati në gjambo, edhe i meje tu taj gjikavë që kishe, ja paloske dhe dhijet, ja jebi. I dashur Pali, por pse ishe dashura hakmeret ka fort me ty sa të ka penguar vajzën për gjatë gjithë tyre viteve? Për çfarë e bën ajo këtë gjë? Pse ajo e ka rritur pa dashurin tënde dhe i ka dhënë një frym jo fort të mirë vajzës për ty, përderisa dhe ajo s'të kërkon? Ajo e rriti vetë vajzën dhe ajo pati një fërkim. Me qenë se unë u ktheva në familje, dhe ajo nuk u ktheve në familje. Më kuptove? Edhe asa i ipi gjelozia dhe amelzia, si të themun që a i bëri qef për mua, bëri këtë, po pra po ktheve në familjen e dhja, kusa unë nuk u ktheva në familje të. Edhe në jeshtë shërëmëzoj që po gabimi që timi, që të dëshë, do t'i kështi? Po, le vajzën nuk, vajzë e shtime nuk është hajtë. Na, për i biletën, mere vajzë dhe e të qëro. E të shifje. Biletën ka vajzë dhe njërë atje që të qëjnë në jeti mori dhe të isoshje. Se më tha një kruaj, komshie më tha, që se vajzë dhe vajzë, që se përë dhe mua, tha. Ajo që nunaj që do të pakëzon dhe për 4 ditë. Kjo e mori veshe, po ti ishte pakëzuar, ajo nuk ishte dhe, e merë dhe kjo në naja 2 dhe Greqi, po kuptove. E qarë, por si do që tjetë ajo ishte nëna biologjike dhe... Po jo, po Greku, po e pakëzove, ajo, pyete dhe ajo me gjuka, nuk të lëtë fëmin të marë. I dashur Pali, si është jeta jote sot i vetëm fare, se
Edhe fëmijët s'kanë braktisur. Kështu në ajo të tha që kam një vit që kam bler një maqinë, se s'kishtë bëjnë, edhe mërzite, dalë shumë dalë një gjyra, vika tua i bëj, që të bëjtë. Është e vështirë, vetëmia të mbyt. Është e vështirë në një, po më vjen dhe rëndë të tasë, nuk jetohet vetë. Zëgoja e, ku unë kam një shoqën time që vjen njerë tu pastron bë, po s'është mosh me mua, më kupton tani. Unë jam i madh, ajo është shumë e 35 vjeç. Edhe të ndihmon e kupton. Po thot pali thot je shumë i fortë, thot edhe bravo të qoftë që pastron bën vetë. Po s'kam që të jo. E marrë, vjen njerë ku vjen këtu, gatua njerë kështu. Nuk e përpjekur të lidhesh me një nga fëmijët nga martesa e parë që dikush të kujdeset për ty? Po nuk ma ashtu fare fëmijët, më të thash që unë në rash me maqinë. Dhe nuk u kujdesa me para 4 bato, nuk mori njeri në telefon vetëm djali vogël. Ku rash unë që rash, shoferi autobusit që punon Korç për me, e ka shok djalin tim të vogëlin, e mori në telefon. Babaj tëmë ka rënit, ku i dhe, edhe vjen, unë i shtrirës, me zi më ndohë nga i deres, time, ambulancë, me zi më ndohë një shtrirës, që ku të qafë, që ku që kisha, më që më në këta, e kuptoj. që bajnë e këtu, nga dëmtime e ishe ku me qatë, I dashur Pali, unë sinqerisht më erdhi shumë keq dhe pse le të themi jeta jote ka qenë paksa e vështirë me gabimet që ke bërë sot, le të themi janë pasojat, le ta themi këtë gjë. Unë uroj dhe shpresoj që vajza juaj që sot është 18 vjeçë në një moshë madhore të marrë guximin dhe të flasë, sepse ti e kërkon me ngulëm atë, kërkon ta shikosh një herë në jetën tënde të paktën. Ore, unë duhet të shënje, pasaj që të thate një, duhet të vete, unë vete në kavallo kam sëmit. Edhe vete në Athin, vete në kavallo, dhe aty Selanik duhet të ndaloj të ta kërkoj, po Selanik u shtimar. Sepse ajo jeton në Selanik, me nënën e saj. Të vete, po të ka qef, të me takojmë, s'ka qef, me dëshiruar. Ne do mbetemi në kontakt, unë të falenderoj dhe të përshëndes. Rosh, falenderit. Lika, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Si jeni? Mirë, juve mirë, fëmijët, familjen, burin, gjithë mirë? Mirë. Ishe irrituar kur pe Pali në live me Odetën? E ka parë sot motra dhe nga ka dërguar, sot motra, unë jam vajza nga Tirana, nga Kamza, edhe kështu që unë aty e patë ma tregoj motra. Por, sot kërkon t'i kthesh një përgjigje, Palit. Unë do atë kërkoj, qatë të kësi përgjigje, unë do atë them të vërtetat e mia, se ai ka gënyer të gjitha ato që të ka thonë ty, zemra ime, nuk janë asnjë gjë e vërtetë. Unë do atë them të gjitha të vërtetat e mia në rast të parë. Ai me burrin tim, ish burri im që kam dënur për 17 vjet dhe kam 2 djem të martuar, jam bërë gjyshe si kam parë fëmijët e mi, as mbesat e mia nuk i njoh, dhe unë jam darë, më kanë darë, ka ardhur në 2002, ka ardhur nga Greqia vetëm ai në shtëpinë time ku kam qenë me burrin tim, ish burrin tim, e ka djalin e Hallës, ish vjerën time, e ka Hasëm. Motrën e babait vetë. Por tani që të flasim dhe unë dua të pyes, si e njohur ti me Pali, se me zora i nuk të ka marrë? Do të them të vërtetën dhe kjo është e vërteta, edhe nuk të gënjej, nuk kam se të zete as fëmijët, një zot lartë që është, po e them me shpirt. Ai ka ardhur tek familjet e burrit, unë isha me burrin, me fëmijët, edhe unë isha një burr shumë të mirë, po ishim qërë të varfër, ishim qërë të ngusht, ka lidemi kemi ndënur, ishim ngusht me shtish me një dhomë. Më falë për shtej nuk ishim banjo. Nese, edhe vjen këna të rebonime për në Greqinë 2002, janë kështu, jo ashtu, edhe i tham ne dhe të vim unë me burrin tim. Tha me Qamur burrin tim, emri. Tha, hajdeni, tha burri, tha, pasaj tha jo, tha, por ka vetëm punë, vetëm këtu. Po unë ne të drejtë, unë edhe burri, tha,
punë ka vetëm për burra, për gra, më fal, vetëm për gra në për plaka. Edhe pastron edhe xhegu edhe në për shkallë. Po më shumë të plakat, futesh brenda, edhe bën lek pasaj të marrësh familje. Edhe ne besuam, unë edhe burri kemi ikur nga mali. Kemi ikur nga mali, jo nga mali, sa do ikim nga mali njerë, pasaj jo tha, po mu kam lek, sa jo andejo po këte, edhe ne s'kemi buk të hami, thashun, ja që kemi bërë lidhje neve, që unë shkatruam deri tani. I tha dhe burri, ne s'kemi lek, pa lek nuk vim tot, as pa letra, as i gjë. Jo tha, do ta bëj unë kam kartën time të librezës të lekëve të mia që kam ledhur unë në Greqi, e kam unë me vete, do ta prish ato lekët e do t'i heq unë 1.000 euro, tha. 1.000 euro në atë kohë. Edhe ky i hoqi lekët, pagovi, më fal, nuk i ka hequr lekët aty, ky më futi në borxh mua me motrën time. Edhe i kemi kërkuar motrës time, edhe na i ka dhënë ai burri motrës time. Sa mirë atëherë, nëse që ka puna kështu tha burri motrës, ikni tha dhe Milani, tha foli me burrin tim. Po pra, fjalë burash. Në momentin e dashur Lika që kushuriri i burrit, pra pali, erdhi në shtëpinë tënde, të mori vetëm ty në Greqi apo u mori të dyve? Jo, vetëm mua, se tham, të vi edhe burri, thashun, edhe fëmijët e mi do t'i lija tek mamaja ime, të dy çuna, ishin 9 vjeçër, njëri djali madh 14, djali vogël 11. Sa po nuk mundemi, tha, nuk ka punë për burrat, hajde një ti, tha, edhe diskutuam. E ky vite ndonjë gati një muaj aty, ndonjë ky, jo te neve, s'flitet tek mua, se unë s'kisha vend. Edhe flite në për njerëz të tjerë. Nëse tha, ashtu, ne biseduam me burrin, ne i thash o flamur, se ne besuam për gruan e këtij, edhe tham neve është grua e mirë. Folëm. Edhe vajtëm, nëse tha, do shkosh, tha, mua do shkosh edhe thash unë do mbledh lek, thash unë do të marr ty direkt flamur me gjithë fëmijët. Edhe ky tha kështu e disfotovi, do të vi unë ty flamur, tha, do të vi të marr me gjithë fëmijët, tha, sa të marr rrogën e parë Lika, tha. Në rregull. Edhe kështu e bëm, ne mora lekët borxhu tek motra, mi dha motra mua, edhe i mbori lekët ky, edhe u vetëm këtë që nuk ja tha vetes time o teta, ta the me shpirt, pse hika unë me një të huaj, të është gabimi im i madh. Se jam grua 60 vjeçe, nuk jam fëmijë, po në ato isha shumë e re, isha 34 vjeçe, edhe thash, mendova vetëm të bëja jetën e fëmijëve, të ta them me shpirt të drejtën, jo se e kam dashur palin, as nuk kam patur dashuri, as nuk e dua, as i gjë. Nuk kam pas dashuri se unë kisha interesat e mia, do vija për fëmijët e mi dhe për burrin dhe për një shtëpi, për në Greqi do vinja, që të bëja një jetë më të ndryshme se ç'isha. Edhe në momentin që brite në Greqi, ti bashkëtove me atë? Po prit, ikëm neve, e në çovi ky as si përfundim pa lajmëruar gruan e vet. Dhe ne i tham tu kanë ardhur rrethanat. E ke lajmëruar Rifkën se Arife ka emrin e shoqja. Jo, asa nuk thot gjë, jo tha. Nuk thot gjë i tham, po tha, dhe i shoqe do nuk tha. Po nëse tham neve besuam prap neve këtë. Edhe unë marra dy rroba për vete, ikim, më përkatërcjell burri mua, nuk kam ikur vetuna se isha keq për të ngrënë e për të pirë. Unë nuk vuanja, se unë isha në punë, punoja në fabrikën e kputzëve në Tiranë, edhe burri punonte në ndërtim, në komunale, me to ujrat, jo me ujrat e zeza, me ndërtim, me to lulishe. Po, më lejo edhe të Edhe ishim në punë, edhe neve shkonim, do thamë do shkojmë vetëm për shtëpi më shumë. Edhe nëse vajtëm ne atje tek kur afrohemi afër në shtëpisë të këtij në Athinë, i thot të shoqes, kam marrë me gjithë nusën e flamurit. Çka ke bërë ti mori, tha, ku do ta sjellësh ti atë, tha. Edhe ajo nuk më priti mirë mua, reagovi një reagim shumë të keq, ato pastaj vajta në shtëpi, unë nëse as nuk më priti, as nuk më përcolli, nëse ajo kishte punën ajo të drejtën e vet, si grua, se ky se lajmërovi. Neve besuam që do na priste mirë, ajo do t'ju pres, do t'ju bëj, nëse më ka gjithë punë për brenda 4-5 vite të pasuria shkallën. Punova unë aty 3 javë, 4 javë, ka punu gati një muaj, mora mirë në atë kohë, në 2002 ka marrë 500 euro. As nuk i pash
motra jote ato lek, asë nuk ka shtu. Ai mi mori ato lekot mua, ajo shoqja bëri një sherr aty. E dashur Lika, deri në këtë moment, kur ti vajte, gruaja e ti nuk të priti mirë, ti nuk i kishe kuptuar që Pali kishte diçka me ty? Rrugës nuk kupton asgjë nga ai, asgjë. As nuk po preku, as më tha asgjë, nuk më tha asgjë. Se unë nisa me ato të flamur, me të burit tim. Ikëm ne, dolëm, ishim mirë, hëngrëm, pim, asgjë veprimi. Kurse, ku kemi pasaj bëri një shere shoqja, ja do ta heqësh ti nga shtëpia ato për mua, ja tha unë, do marrë policin, tha se ajo është pa letra. Unë kësha prim, dhe thash unë do ati ki në shtëpi. Në atë kohë, do ati ki në Shqipëri, kam thënë. Në atë kohë, ajo, flamuri ka marrë në telefon, se i nxori llafet kjo, në moment që t'jenë të lidhura llafet, kjo merr burrin tim në telefon. Dëgjoj tha, unë kam parë burrin tim, tha, Pali me gruan tënde, tha, do po pufën, as po pufeshin, as nuk po bërnin gjë me Palin, as i gjë s'kisha. Se ai po më ndihmoi me gjithë punë, më çonte tek më foli me ato pronarin grek, se unë nuk dinja greqisht fare, edhe që për punën time, edhe më priste mua kur vinja dhe kur ikja unë, se ikja herët në mëngjes, në orën 4 të mëngjesit. E nese, edhe ajo, me të drejtën e asaj, ajo, unë jap të drejtë u bë dhe xheloze. Nesa, unë nuk i bë fare asaj, u bë xheloze. Edhe tha flamurit, ajo tha, të dyja ta duhen, tha. Flamurit e dëgjovi, të fjalë, unë foli me fëmijët, djali madh më ka pirë ilaç miu. Edhe djali madh u smur, u shtrua në spital. Ishte në gjendje shumë të keqe, kalovi në depresion, edhe më tha mua, tha bëhet të vish patjetër. E unë i them ti Pali, dua të iki për Shqipëri, se djali jo, tha, ai gënjen, nga këto llafet nuk i harroj kur gjitha të vdes. Tha, flamuri gënjen, tha që e ka bërë Rifka, tha këto. Tha, jo, i thash unë, është e vërtet se flamuri nuk gënjen për djalin që ka pirë ilaç miu. Jo, tha, gënjen, ai më merr mua, mori dhe pis ato, na puna, na imrogi ato, nga dy shqiptarë që punonja unë ati që pastronja, i tha, ne nuk do vimër kjo, tha, në puna, aty ne do ikim, tha. Edhe më merr mua, më çon në Kallamat. I thash ku mua më qonë në Shqipëri. Jo, tha mua, ne do ikim atita, do t'i rregulloj punën, do s'ki me ratë, më tha mua. Ky pasaj, unë kur lasha, Odeta kur lasha, kishte një kamerë, ky kishte bërë një kamera. Edhe më shikon të mua kur lasha, ose kur ashtu, nuk e di ku e ashtu, edhe do fotografitë e mia që më shikon të mua, më falë për shprehje, që isha e zhveshur në banjë, ai që ka dërguar te burri im, ish burri im. Edhe burri i besovi këto. Edhe, në atë kohë vemi në Kallamat, aty filluan shirët më keq, burri në Shqipëri këtu nuk më la mua, mbas një muaj më ka lënë mua në Shqipëri, më çovi. I thash unë do shkoj me ngula këmbë, që unë do shkoj në Shqipëri patjetër. Më nisi thash se unë s'bija as rrugë as gjë, mos më kapi policia se jam pa letra, thash. Mos më kapi më bë apel, as më bën më shkatron, i thash. Ose më marrin në burg, i thash pa letra mendon. Se unë isha dhe e rina, po 34 vjeçe. E dashur Lika. Në rregull, tha, më çovi ky mua më solli. Asgjë, më çovi në shtëpi tek flamuri, po flamuri ishte i mërzitur dhe fëmijët nuk po deshin, as flamuri nuk po deshte, se ato erdhën një shfrytëzim që unë nuk bëra asgjë me Palin. Të drejtën, në fillim fare. Pastaj vajta në Shqipëri, unë flamuri më ka ndarë burri, më ndavi ligjërisht, direkt, më dha ato të letrën e gjyqit, i ndarë, tha, nuk kemi gjë bashkë, edhe nuk u ashtu neve, as me fëmijët as i gjë. Sa kam ndonjë runa të që unë kështeva unë, as 2-3 javë, tha mua nuk të mbaj, tha, urdhë letrën, tha, dhe do ikësh, tha, nuk do rish këtu, tha mua. Edhe unë rikthehem te familja ime, te prindërit e mi. E dashur Lika, dua të pyes, dhe pse ka kaluar kaq shumë vite, deri në momentin që ndodhi divorci me bashortin, ti kishe nisur një marrëdhënie me Palin? Po, pasaj unë lidha unë, se u shkatrova, që nuk më lindje rehat, prit më falë.
më mori flamuri, se këtu është prit, u bën gati 20 vite këto. Ish buri më mori, ky nuk më linte rehat, vinte aty, e nxirrte ato fotografi që kishte marrë në kamera, më nxirrte, edhe ja tregonte punatës time, punëtorëve të mi, edhe flamurit. Edhe flamuri pasaj Muhamit e Turp, se ne ishim në një trungë aty të tre, ishim 3 kurora në një shtëpi aty, ishim shtëpi private, edhe ata ishim bashkat, na i tregonte në ato, se ka fajnë, ajo ka fajnë, ajo më tha që nërë grua në më merë mua, si do linja unë burin tim të ri, unë burin sot e kam 61 vjeç, unë jam 60 vjeç e për vete. I qartë, e dashur Lika, por buri jo si reagoj, se kjo ishte kushuriri që po i merrte gruan. Buri im është sëmur, Odeta, djali në ato që mori vesh fiu i Laçmiu. Djali më ka birë i Laçmiu mua, nga që i erdhi Turp, se ai nxirrte fotografit. Erdhi dhe kur më mori mua për hatër të fëmijëve, jo nuk ishte do i dashuri, se ishim prit e vegjël, edhe për hatër të fëmijëve, më mori prap flamuri, buri, edhe tha hajde. Ai nuk më linte rehat mua, Odeta më vinte ore minut, edhe pastaj më ka përzoni më shoq, mori vllan tim, të gjitha nuk dua, më tha se ai fotografit i ka bërë, unë besoj ato tha, fotografit tha. Ore nuk ka, nese mos ta zgjasin, ai tha ti ke me ato tha. Edhe unë i ka nuk mundesha të rinja më dot aty, ti me ato tha, e shoqja më njan fliste, e frymëzovi shumë keq flamurin, edhe ky po që mua ai ndeshte për vete, se ai që na kur ka ardhur për herë të parë që erdhi dhe ne na tregoi historinë, unë nuk fle me gruan, nuk më afron, unë jam mashkull, e neve besuam. Me thamë një se, hajde, palese si ka, fliste me burin tim, nuk më trajton si burë, jo kështu, jo ashtu, jo jam brenda, ajo punon në për plaka, unë jam vetëm, nuk ma vërë, ja ashtu. Këto gjëra mi tha dhe mua, realisht për marrëdhënie që ka pasur me gruan. E dashur Lika, që në momenti që buri të divorcoi dhe deri më sot ti me 2 fëmijë nga martesa e parë nuk ke kontakte? Jo, nuk kam. Që në 2002 deri më sot unë me fëmijët e mi nuk kam kontakta si kam parë. Mua sytë e mi vetëm lot nxjerrin. Vetëm lot. Por pse? Vetëm lot. Ata të kanë quajtur fajtore për ndarjen me babain e tyre. Po, ato unë të thash, kam bërë një gabim të madh që i ka qenë në fillim mos të iknja. Pse ti ikni ose dhe buri më tha mirë shko ti. Po ti ishte edhe ky im shoq, tamam, burr, tamam. Si që themi ne, dhe thoshte do iki unë, mos shko ti. Se dhe burin, a i gjithi pikën e dobo që im shoq ishte i urt nga karaktera, edhe thot, saj që hajse edhe ky është i urt. A i më thoshte ma, është i urt a i që do bëj, thoshte, lërne, që do bëj. Se ky dëgjon me zemër, ky nuk është se ka vajtur vetëm me mua, ka vajtur me kushëria, nusët e kushërirëve të vetë. Me çunin e tezës të vetë ka vajtur nusën e çunit të tezës të vetë. Ky na ka treguar vetë historinë para se të ndodhte me mua. Edhe unë kur jam fejuar me flamurin, unë kam qenë 18 vjeçe, ai ka ardhur me gjithë vjerën, ish vjerën time më kanë kërkuar për nusën. Ka ardhur si daje, gjoja. Dashur Lika, çfarë ndodhi pas divorcit me bashortin tënd? Ti u ktheve te prindrit? Pastaj u ndava unë, nuk kisha lidhje me fëmijët, u detyrova pastaj, ai e mori vesh që unë ndava me ligj, i thash më ndave me ligj, nuk më linte rehat, vinte, unë merja policinë edhe tek mamaja që ishte, se sa linte rehat, vllan tim, njerëzit e mi, nuk i linte rehat, e motra ime, unë e dua me ekspozovi gjithandej, e si përfundim, unë pastaj thash, çfarë do bëj unë këtu me fëmijët s'kam të them të drejtën, edhe erdhi ky, tha çfarë do të bëjmë, hajde të ikim, tha mua, më fal, se më gënjeli dhe këtu se ka shumë vite. Neve kishim ato borxhin e motrës që mora unë dhe motra na kërkon ato borxhi. 1.500 euro, po. Po, 1.500 euro. Edhe i kërkonte, edhe më tha mua, hajde më tha mua të punojmë të punojmë, bëj dhe lekët se ka ullim tani, sidomos sa tetori, ka shtatori, tetori, nëndori, kështu, hajde tha që të mbledhësh lekë për ullim me ullim edhe me rokanda tha është 30 euro, dhe i merr ti mbledh dhe je jep motrës Unë të them të drejtën e besova. Pra, kanë qenë shumë e drejtë. E besova, thash mamit, do iki, thash unë, edhe ajo e dite që unë me kë ika.
Thash unë do iki, thash unë undava do iki me këtë. Por Ky ka qenë momenti në Kallamak, asi lek, asi gjë zbora, gënjente prap. Kam fitur në për hotele, në për lulishte, asi gjë, vetëm është mashtrus, është. E dashurika, ky ishte momenti kur ti u ribashkove me Palin dhe nisi një bashkëtesë, sa jetuat bashk? Nuk rinja unë shumë, se unë e kisha mënit e fëmijët. Mua vinja dhe do iki prap, thosha, unë nuk ri këtu me ty. Nuk ri se ti po më gënjen, më pse, asi gjë, do të bëj me letra, më thoshte mua, do të fut në punë, asi gjë rritim kohë, na kalli njerëzit, rinin në përdyert e botës, linja jashtë, unë s'isha ku të lahesha, i lutesha njerëz dhe isha femër. Unë atë se kisha, në Shqipëri ku isha me burrin e kisha ku lahesha, kisha një vend që lahesha, ndrohesha, ka vjetur jashtë për lulishte me atë. Kam fjetur jashtë për lulishte, nuk kisha ku të lahesha, të ndrohesha mbaja erë. Wow. Po, se sa pranonin, a i kështë një vlla atje, a i vlla i vetë, si që ka hyrë, e ka dhe vlla i vetë burin tim djalën e Hallës. Jo, tha, ti na ke turpruar, i tha, këtit Pali, ti na ke turpruar, tha, na turprove gjakun, a i turp, mirë unë nuk jam asi gjë me Palin në gjak, po a i, ku i qovi gjakun, jemi shqiptar o deta, jemi shqiptar dhe nuk duhet ta bënte, a i mos të thot aty, pse s'il aty të thot me tjetë burr tamam, burëri, për këtë nuk më flasin fëmijët dhe gruaj se unë kam hyrë në gjak. Ai ka hyrë në gjak. Jo vetëm me mua, po ka hyrë dhe me çunin e tezës, ja ka për nusën e djalit të tezës. E dashurika, u dashurove me Palin apo ishe detyruar të rije me atë njëri nga rrethanat që Si ishte dashuruar, as nuk e desha, as nuk e kam dashur, as nuk e dua, nuk jam dashuruar as i gjë me Palin. Unë ika për interesat e mia se do laja borxhin për atë të motrës time, se ai burri vetë sa me duan borxhin, motra ime nuk punon, vetëm i shoqi punon. Edhe kështu që unë tha i kam dhënë lekët ta kursimet e mamas time, tha unë i dua lekët, u bën kaq vite. Edhe unë tani po të fundit kam larë vetë ato lekë, 1500 euro. Vetë kam ja 2-3 vjet që kam larë vetëm ato lekë, vetë me bjeshtën time. Por në total sa qëndrove me Palin? Po sa, nuk kam zgjatur shumë që të rinja. Shkonja vinja. Hajde më thoshte, mos e ka marrë shtëpi. Hajde se do rregullojmë, do të bëjmë me letra. Ja do bëjmë për zotin, në zinë e be. Hajde se do rregullojmë, do të bëjmë kështu, do bëjmë ashtu. Edhe në fundit pasaj kur kemi ikur, erdhi ky më mori mua, tha, do ikim me dolazh dhe borxhe, do të rregullojmë, do bëjmë ja se ka dalë ligj, mos di asnjë gjë. Unë e besova, tha, kur vajtëm aty nga Shtatzane mua ky, i thash unë nuk dua fëmijë, thash unë kam fëmijë, unë jam një moshë të madhe, thash 38-39 vjeçe kam bërë gocën Linda. Po, 38 vjeçe në Shtatzane, unë thash kam fëmijë, vetë ke fëmijë, nuk dua të bëjmë fëmijë, thash. Jo, tha, ai sa nuk të lë Shtatzane, më la Shtatzane, mua, sot të nesër, jam më bënjente, do të çoj sot, do të çoj nesër, unë s'di as gjuna, as rrugën, as i gjë. Se unë kisha dhe prit të dinja, edhe thosha, ku të dalë, thosha, në kam dhe i policit dhe gjuhën se dinja asi gjë, se për doktor. Nga kjo marrëdhënie erdhi një jetë vajza që ai e kërkon vajzën sot dhe nuk e njeh. Po, vajzën e kërkon dhe vajza nuk e do fare, se vajza e di histori. Ai baba thot dua të takoj vajzën, tani të lutem, dua të më shpjegosh. Ti i ke Shtatzan nga ai, çfarë ndodhi atë ditë që u shkëpute përfundimisht me Palin? Unë ika dhe linda atje, se nuk më linde nuk kisha ku të shtoja Shtatzane. Ai tha shumë do shkoj në Shqipëri, do vinte turp, do vinte në Shqipëri, do vinja me Shtatzane, ai në opinioni për komshit e mamaja, se ide në për komshit e mamaja më përprovi atje, më vinte aq turp, të gjitha të komshit e morën vesh, edhe mua vinte turp. Edhe unë detyrova, kur i thonë hëngra xhama me dhëmb, edhe kam donjur gjithsa linda vajzën. Pastaj unë kam folë me njerëzit e mi, me kushurirat e mia që kam vite në Greqi, dhe i thashun do vini të merrni, i thashun se unë nuk ri. Hajde më tha mua. Edhe unë i thashun ti do iki, thashun atje. Po pse ti ta do ishësh përgjithoj? Jo, i thashun do shkoj njëse ka marr malli, thashun, se ky s'të linte. Tha mirë, edhe unë hika pastaj. Mua këto ma kanë gjetur burri. Jo, shtetas drejt, unë jam shumë mirë me atë, edhe shtetas i drejt, ajo njeh ato për baba, e ka marrë për sipër dhe ka rritur që fëmijë të vogël, ne sa mungon asnjë gjë. Deta ne jemi shumë në
në mes të pëllëm të dorës, kur i thonë Nanda si vesha me zjanët, goca nuk ka asnjë gjë, nuk ju mungon. Edhe goca thota them dhe këtë, që unë nuk e dua atë për baba, nuk dua të më flasësh mama, dhe unë kam një baba, thot. E dashur Lika, në momentin që ti ike, nuk i tregove të vërtetën që do ikje përgjithmonë nga pali se kishe frikë, më the. Po, nuk do më linte. Pse do riau të torturohesh aty dhe fëmijët e aty të vinin më kërcënonin, që ngron druun. E di si nga thonë dhe shoqja, se tregon ai këtë, që shoqja erdhi dhe djali i madh erdhi edhe më shqyen derën desh më abris të më çanin barku me kaçavit, nxirre ato fëmijë sot ata do të vrasin me gjithë kaçavit, më thoshte mua i djali vet i madhi. Edhe shoqja, bërtiste u lëriste aty të ajo shtëpia që kështë marrë një shtëpi me qyra aty, pali edhe që rinim aty. Edhe do ta heqësh fëmijën, jam detyruar unë, ja them të drejtën edhe ta pyesësh ti atë, i kam thënë unë që do ta heq fëmijën, thash, do ta bëj thash fëmijën që unë desha të iknja, të ikte ajo nga Afrika. Kështu i thash, kot. Se unë isha 8 muajshe, nuk iqeshe më fëmija. Edhe unë e rrita, e mbajta fëmijën, edhe nuk e thash, nuk do të heq, do ta mbajtash. Nuk ka problem me kë kam. Fëmijën do ta mbaj se e dua thash, me veten time, se është fëmijë, s'ka faj fëmija. Edhe kështu që fëmijën e mbajta, ato më kanë bërë presion, më vinin dhe njerëzit e këtij që kishte ato s'kisha asnjëri, ai vinin e më rrithnin, më thynin dyert, më thynin xhamet, kisha frikë të dilnin jashtë. Ti e dhunuar nga njerëzit e palit? Nuk më kam prekur me dorë, po kanë dashur porafi se ishte pali na po arriti pali që erdhi, që e mori të shoqen dhe djalin, se erdhi i biri, derën me kaçavit, të hapte, me kaçavit edhe e shoqja, erdhën të dy nënë e birë, por arriti pali që erdhi me vrap, që e kapi dhe i mori që i hoqi, se ato do më vriskin mua. E dashur Lika, pali, përpos gjithë shka e, mua vjen keq për gjithë histori që dëgjova sot nga ju, ka treguar që të ka dashuruar shumë. Ai ndoshta dashuron se ka mbetur vetëm si ai peshku pa ujë, po nuk më ka dashuruar mua se më ka mua, çfarë më ka mua? Ai është gjyshi im, ai është babai im me mosh. Unë nuk kam bajtur interes të mia, nuk kam bajtur as për interes për lekë për palin, as për shtëpi, po ai më mashtrovi dhe mua dhe burrin tim. Se po të ishte burra i tamam, ti thoshte burrit tim, jo flamur, nuk marr grau, unë do të marr ty që të kam vlla, ti e gjaku im, ti do vish përpara. E gjithi flamurin që ishte i dobët edhe i drejt. Edhe unë pa ashtu e besohan, edhe na gjeti neve dhe ika unë. Ai tash flamur se po shkoj unë nuk ka gjë. Edhe mua flamuri më besovi për gjithë shka, e besovi gruan e vet. Unë nuk kurasi gjë. Ai në atë kamerën e vet që kishte bler një çat ka bler po e di unë, i bonte fshirazi. Edhe gocën kshu e merrte fshirazi me kamera, i vite kamera, fotot. Por gjithsesi, ti u shkëpute nga ai vajte në Selanik të kushurirat, ato të gjetën një shtetas grek dhe ti u martove direkt. Po, u martova, unë e kishim bërë muhabetin dhe ai më pranovi shumë mirë, dhe ai me fëmijë dhe unë me fëmijë, më pranovi sa mas i gjë, i bëm letra, unë jam me ligj, me gjitha e martuar, edhe vajza dhe kështu që. Por gjithsesi, përpos gjithë shkaje, pse e ke penguar palin që të ketë kontakte me vajzën, sepse ai është babai biologjik. Ja ta them unë ty pse. Ai më ka shkatruar jetën te fëmijët që unë s'po flas me fëmijët e mi dhe nuk ka të drejtë të flas me vajzën time fare, dhe vajza nuk e do një herë. E dashur Lika. Edhe ti ishe në vendin tim odeta, çu ta bonje, se ka bërë një krim të madh, dy hyje, më kanë dhënë dy hyjet e mi. Më ka shkatruar me themel, se ky është gjak, që unë nuk flas me njëri. Me fëmija nuk më duan, edhe ti t'ishe në vendin tim kështu dhe ta bonje. Edhe nuk ka të bëj, fare të flas ai, mos kërkoj fëmijë, fare. E dashur Lika, po të flas shumë sinqerisht, po flasim sikur je motra ime. Po zemër, po motra ime, po. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe palit, është gabimi jo dhe i palit. Unë besoj që të dy keni gabime. Po, e drejtë është, e drejtë me dy jam. Por, pse fëmijët nuk të flasin sot, është për shkak të gabimit që ti bëre, por aman që vajza që ti ke sjellë në jetë ka baba biologjik palin, këtë ti nuk ja mohon dot. Jo për natin që pse ai ndau nga burri nuk e do vajzën.
ta them unë ty, vajza nuk e do i kam folur unë, dhe vajza tha, ky është për shembull unë, ka ana ime unë që mua ka ndarë nga fëmijët. Kurse vajza personalisht nuk e dua, thot madhe dhe nuk dua të më zësh në gojë të. Edhe tani që i tregova unë, ajo mërzit, nuk ka pun ta kërkoj më. Vajza i kërkoi, i dërgoi një mesazh që mos më kërkon më. Ty aty nuk i erdhi keq edhe tur për fëmijët që kishte fëmijët e parë, me gruan e parë. Po ti për këtë, tani se ngeli rrugëve, u plan, se s'ja vari njeri, s'ja vari fëmijë. Edhe do të marrë një vajzë, një fëmijë të vogël, një fosh që akoma që është e paritur. Jo, ta vajza nuk e do. Unë nuk e imponoj vajza, vajza është e rritur, kupton çdo gjë. Vajza është rritur në Europë, vajza i di të gjitha. Ju nuk jetoni në Greqi, ju jeni larguar nga Greqia, jetoni në një nga vendet e Europës. Po. E dashur Lika, unë e kuptoj që vajza sot është 20 vjeçë dhe nuk e do babain se nuk e njeh, por nëse do ishte rritur me babain në kuptimin në distancë, duke folur ti për babain e saj, ajo do kishte dashuri, besoj. Nuk e di unë atë, se sot janë, dëgjoj, sot janë fëmijë, sot janë mirë, edhe kur vjen fundi nuk i duan baballarët, edhe nënat. Ashtu dhe, nuk i duan. Edhe unë fëmijëve të mi kam treguar historinë, nuk kam çuar mesazhe fëmijëve të mi. Edhe ish burri tim kam treguar historinë time të vërtetën. Gabimi im është që unë i kam. Mbula këmbë i ka unë për shtëpi. Do bëhesha unë burri, po nuk bëhet gruaja burr. Duhet të ishte burri. Unë isha që u bëra. Gabimi im është tu. Unë të kam fajin tim. Që isha me burin, pandaj kur ndava unë ishte tjetër gjë që i ka unë për interesin e lekëve, që të vija të punonja, të bëja ato lekë e i pja motrës. E dashur Lika, unë e kuptoj që sot hyre në live me Odetën për t'i kthyer një përgjigje Palit që jam e sigurt që është duke na ndjekur. Pas 20 viteve ndarje nga Pali, çfarë do i thuar sot? Ti e ke dëgjuar me vëmendje gjithë intervistën? Po, e kam dëgjuar unë dhe vajza dhe edhe motra ime. Unë dua që nuk dua të më lë rehat me punën time, me halët e mia, problemet e mia, vajza nuk e do, edhe më tha nuk dua të dal as në telefon, as i gjë, nuk dua fare. Po më deshe mama tha, më mbaj kështu si jam tha, mos më shqetëso shumë. Unë nuk do ashtu fëmijë do ta imponoj që të flasim me Pali. Ata se duan fëmijë që i ka rritur, që kanë dashuri dhe sot po surite, sot Odeta dhe zemra ime kam motër, kam shpirt. Sot do atë që të rrit, atë që t'jep dashuri, atë që t'jep edukat. Atë që jeton. E qartë. Jo atë që nuk jeton. Ajo është rritur nga një baba tjetër dhe sigurisht atë njeh si për baba, kjo është e kuptueshme. Edhe ai ja ka plotësuar të gjitha që nuk i mungon një fije floku. As mua, as vajzës. Na respektojnë edhe vjera që kanë, edhe gjithë familja e burrit tim dhe na respektojnë dhe na peshojnë. Edhe vajzën time, të gjithë. As nuk diskutojnë muhabetin fare. Për vajzën time. E dashur Lika, mesazhin ja përcolle Palit, por dua të të pyes për 2 fëmijët nga martesa e parë se e kuptova që i ke plag në zemër. Nuk e tentuar të vish në Shqipëri ti takosh dhe të flasësh nga afër duke ditur që janë bërë prindër? Po, e drejtë është me ty jam, sot kanë Instagram, kanë TikTok, kanë rrjetet sociale, i kam marrë, i kam folur, më kam bërë blog. Vetëm me burin, ish burin, flas shumë pak, nga njëherë nuk më hap telefonin, nga njëherë tha nuk kam fuqi të flas me ty dhe si ke fytyrë që të më flasësh ta, i kam kërkuar vetëm dua të flas 2 gjëra i thash. Që unë kam gabim, që kam bërë gabim që i ka që në fillim i thash. Vetëm këto, nuk dua asnjë gjë nga ty i thash. Unë e kërkoj falje, thash ty dhe fëmijëve të mi, që unë i ka vete para. Gabimi është që kam ikur gjë në fillim. Kjo është e imja. Por i ke kërkuar ish burrit që të flasësh me fëmijët? I kam kërkuar, tha, po deshe boje vetë, unë nuk mundem t'i them, tha. I thash të lutem, të flas me fëmijët me ato 2 besat. Unë kam besat, njëra është 9 vjeç, tjetra është 5-6 vjeçe, nuk i njoh, as më njohin për nën mua. Edhe i thash të lutem, thash të flas me fëmijët, me nuset e fëmijëve, me besat, në asnjë mënyrë, tha, nga mua mos prit asnjë gjë, tha, mos bëj fjalë kopsa, por po që e zonja bëj. Unë i thash të vërtetën, unë i kam marrë, më kam mbyllur, më kam bërë gjithandej,
rrjetet sociale më kanë bërë blok. Dhe nuk kam, as me vllahën tim nuk flasin, e kanë bërë blok, as me motrën time e kanë bërë blok, nuk kam. Pra, gjithë familja, le të themi, ti nuk e kontakte më që kur ndave nga burri. Po, nuk kam. As i kam parë fëmijët, as më kam parë. Jo. As me motrën, as me vllahën tim. E din fëmijët që kanë një motër? Po, e din se i kam thonë unë, po i kam thonë, i tha kjo, se mua kam folur unë të vërtetën historinë me ish burin, edhe më tha, e mora vesh, më tha, mua se thash unë do klasim të drejtën tash, e do më thuash çfarë të kam thonë ty për mua. Edhe i kam thonë të vërtetën, tha më ka thonë nusja e Palit, tha që ajo është shtatzane, tha, edhe do lindin, tha. Se ajo thoshte kështu, lindë fëmijë edhe hip në Shqipëri. Edhe lërë e fëmijën, por kush është ajo lërë, më i thash, si të vjen turp, më i thash, ta lërë fëmijë, po fëmijë se lërë kur, më i thash, nuk është problem me kë e kam, nuk është problem, se babaja i është, por unë nuk e hedh fëmijë poshtë, gjesh sa të kem shpirtin në këmbë unë. Por vëllezërit nuk pranojnë të flasin as me motrën. Jo, ata nuk më duan mua, nuk kanë lidhje fare, s'kan lidhje fare. E qartë, por vajza ka tentuar të lidhet me vëllezërit e saj në Shqipëri? Ka papur edhe ka bërë blok edhe vajzën. Edhe vajzën. E dashurika, duke ditur që ta shfrytëzojmë këtë dritare, do dohet ju përcjellni një mesazh dy djemve të tu që jetojnë në Tiranë? Po, unë i kam kërkuar falje fëmijëve të mi. Tani mua më vjen për të qartë, se i kam fëmijë, ata si kam parë, kam 20 e ca vite, 25 vjetë, nuk i kam parë. Dhe më dritet buza. Pastaj duhet më lërë atë edhe Pali, mua me vajzën time. Se kam 2 fëmijë të mi, nuk i kam parë me sy. I në vetë o teta, njeriu ka punë në jetë, nuk them. I ka nga havi, edhe unë që kam një kur, i ka nga havi se buri nuk të ishte pa i këtim, tha, mirë, thash po i kjo, dhe pasaj të gjërova që i ka unë, edhe ndryshovi krejt ndryshe puna, se unë 17 vjetë martes, nuk e me ndoja kur të ndajshë. Unë fëmijët e mi t'jenë mirë, të kenë njëri plan e kam, të vogli e kam në Amerikë me nusën me vajzën, edhe ish buri im, është në Amerikë me djalin, edhe më tha, po t'ishe me neve, tha, do ishe bashkë, do ishim tha. Djalin e madh e kam me punë të mirë, me gruan, edhe është në Tiranë. Unë uroj dhe shpresoj që ata të na dëgjojnë dhe uroj që të marrin guximin dhe të telefonojnë. E dashurika të falenderoj. Nuk kërkoj falje, fëmijëve kam dërguar mesazh që unë nuk kërkoj falje. Falje deri në gjuhën ju ulen fëmijëve të mi. Se kanë të drejtën e tyre, janë fëmijë. Unë të falenderoj që reagove ditën e sotme, të uroj jetë dhe shëndet dhe të uroj të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu. Shumë faleminderit, por ti dua nga ana jote të lutem, se unë kam shumë respekt dhe emisionet e tua unë i ndjek gjithmonë. Ky person mos më shqetësoj më mua dhe vajzën, të lutem. Ta them unë, vajza nuk do më. Nuk do, të lutem mama, tha, më lëre haca me ato të mia, tha, unë që e vogël ajo ka marrë vesh që nuk është babai original, por ajo është veprar shpirtërisht, prandaj thot, unë kam një baba, thot. Edhe nga njerë ai që është, nuk është babai jot i vërtet, ato do më shumë atë respekton se po dëgjojmë plot në për rrjetet sociale. Ai që më ka rritur, atë dua dhe respektoj. Unë të premtoj që pas këtij live do lidhe me Palin, do flas, uroj dhe shpresoj që ti jesh një nënë e lumtur të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu dhe uroj që dhe Pali në një të ardhme, pse jo, ta telefonoj dhe ai t'ia dëgjoj një zërin sepse më tha para se të vdes dua ta njoh vajzën time. Ato i ka gënjeshtra, edhe për ato xhaxhan ndajën që e ka gënjeshtur, se ai nuk ka patur as shtëpi, ai daja vetë që është arratisur. Atë ka njohur dhe unë,
edhe ai jeton të shtëpi me qira, e nuk ka patur shtëpi. Dhe se sot ai ishte i martuar me një greke, edhe shtëpinë e ka patur greçka, se unë e di shumë mirë. Edhe kështu që ai gënjen që ai do t'i lërë. E rëndësishme është që ai përpara se të largohet nga kjo jetë ta njoh imazhin e vajzës. Gjithsesi, këto janë raporte që i vendosni ju dhe jo unë. Kështu që të falenderoj Lika dhe të përshëndes nga Tirana. Të përshëndes Zemar, gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Endoj që me detajet të gjithë këtë histori, uroj dhe shpresoj të bëhet më mira për të gjitha palët. Kush ka gabuar në jetë, një ditë do t'i marrë të gjitha mbrapsht, le të themi ato pasoja, dhe duke se pali sot po vuan, është braktisur nga të gjithë, nga gruaja e tij, nga fëmijët, e dashura e braktisi, por dhe vajza që solli me të dashurën refuzon të takojë si baba dhe ai ka ngelur i vetëm dhe jeton në qytetin e Përmetit. Mirë, ne do takojmë sërish nesër live ora 10 me një tjetër histori, me një tjetër dhimbje. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.